Prokurori i SPAK Vladimir Maran raportori ditën e sotme kërkesat për buxhetin 2026 në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike. Ai u shpreh se duhet bëhet një rishikim në buxhet, pasi parashikohet të kalohet tavani i vendosur nga qeveria, duke shtuar këtu faktin që SPAK do të rikonstruktohet në një godinë me 6 kate dhe do të ketë më shumë punonjës. Kërkesat tona buxhetore janë paraqitur që në 2 fazat tona të përgatitjes. Pavarësisht nga mbështetja buxhetore e parashikuar, në vitin 2026 shpenzimet për BK-n dhe prokurorinë e posaçme janë parashikuar më lart se tavanet e vendosura. Është marrë në proces rikonstruksioni i SPAK-ut, që punimet të përfundojnë në 3 mujorin e parë të vitit 2026. Bëhet fjalë për një objekt me 6 kate dhe për këtë është kërkuar dhe rritja e numrit punonjësve. Në zërin e shpenzimeve përfshihen dhe kërkesat të tjera të mirëmbajtjes, tha Mara. Në fjalën e tij Mara ushtroi gjithashtu se buxheti i parashikuar për vitin ardhshëm synon të përmbushë objektivat prioritare strategjik që kanë në thelb luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e shtetit ligjor. Projekt buxheti është i ndarë në buxhetin për SPAK-un dhe BK-n. Synon përmbushjen e objektivave prioritare strategjik, si përmirësimin e kapaciteteve të hetimit penal, forcimin e kapaciteteve për hetimet financiare pasurare dhe ndjejjen efektive të konfiskimit pasurive të paluajtshme e të palishme, qasje proaktive në hetimin e pastrimit produkteve të veprës penale, thellimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, forcimin e transparencës, llogaridhënies dhe teknologjinë e qëndrueshme. Këto aspekte synojnë përmbushjen e objektivave të SPAK-ut për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri. SPAK-u synon të kontribuojë në forcimin e shtetit ligjor. Buxheti ka psuar një rritje me paraqikim për 336 milion lekë për shpenzime, pagash, transferta. Paraqikimet për pagat arrin rreth 1.6 miliard lekë, nga cilat 621 milion lekë për SPAK-un dhe 1.4 miliard për BK-n, tha Mara. Ndërsa kryetari i komisionit, Ulsi Manja, nga ana tjetër u shpreh se komisioni do të jetë i hapur për të dëgjuar sërish kërkesat e SPAK menjëherë pas futjes në godinën e re. Dua të theksoj që nga viti 2020 deri 2026, qeveria ka akorduar për SPAK-un 7.3 miliard lekë, gjë që ka garantuar mirë funksionimin e kësaj strukture. Shpresoj që godina e re që pritet të përfundohet merret në administrim sa më shpejt, dhe nëse do të keni kërkesa shtesë gjatë ushtrimit vitit buxhetor, shto këtu dhe këtë që ka të bëjë me këto, ruajtjen e kriptovalutave, ne këtu do të jemi, tha Manja.